E njerëzit largohen nga jo dinamik, nga jo ngrohtësi, nga jo afërsi, nga jo qetësi që ndjenin muajin e Ramazanit. Këtë të gjithë kanë shijuar besoj. Gjithë kanë vënë re se muaji i Ramazanit ka qenë diçka tjetër. Allahu subhanahu wa taala për mëshirën e tij të madhe nuk e lën pra njeriu që të ri larg gjithmonë, por i thotë o njeri. O rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. E Zoti krijon çfarë do dhe i jep mirësi dhe dallon çfarë do prej krijesave të tij. E Allahu subhanahu tërheqë dhe thotë, si vjen në hadithin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, një hadith madhështor dhe ne jemi në prag të këtyre ditëve të bukura. Ditët dhe ditët e muajit Dhul-Hijja, muajit Haxhit. Nëse Allahu azza wa jalla t'ja mundsoj ju dhe ne që të jemi vizitorë të shtëpisë së Allahut azza wa jalla. Muaji i Haxhit ku ndodhen të ditët më të mira të vitit. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndonjë ditë që Zoti i Gjësisë ta doj punën e mirë. Mbajeni mend të fjalën ta doj. Ka dashuri Zoti i Gjësisë shumë për punën e mirë sikurse 10 ditët e Dhul-Hijjes. Edhe në ditët e Ramazanit, gjatë gjithë vitit, ditët më të dashura, kur për Allahun puna është më e dashur, kur themi më e dashur, duhet kuptojmë se është mbi të gjitha, pra nëse themi ka ditë me vlerë, më e dashur është më e madhe. Nëse themi shpërblimi është i madh, më e dashur është më e madhe. Fjala më e dashur tek Zoti përmbledh të gjitha fjalët për atë madhështinë, shpërblimin, se sa i madh është shpërblimi tek Allahu subhanahu. Për këtë arsye profeti sallallahu alajhi wasallam e ka zgjedhur këtë fjalë dhe ka thënë: "Ma min ayamin al-'amalu salihu fihi ahabbu ila Allah." Nuk ka ndonjë ditë që puna e mirë tek Zoti të jetë më e dashur. Kur e do ti kam dhe ti e di që ai do diçka, mundohet ta marrësh atë t'ia bësh dhuratë. Se ku ja bën dhuratë atë që ai do thotë që ti do fitosh dashurinë e tij. Nëse e fiton dashurinë e tij, çdo gjë tjetër pastaj është më e lehtë. Allahu t'i takon shembull më i lartë. Zoti i Gjësisë e don punën e mirë këto ditë. E don dhe do thotë që nëse ti me të vërtetë shfrytëzon dhe nuk i lën këto ditë kalojnë pa i shfrytëzuar, pa nuk i lën të kalojnë sikurse ditët e tjera, por mundohesh që të jesh afër Zotit të Gjësisë në këto ditë kur Allahu e don punën shumë, atëherë do të arrish fitosh dashurinë e Zotit. Kush nga ne nuk don që të jetë i dashur tek Allahu? Ka njëri faqen edhe që nuk e don dashurinë e Zotit. Se si ta arrish ti, ose Allahu ti për atyre. Se si ta arrish ti vëllai i nderuar, ta arrish që Allahu të dojë ty, pasha Zotin çdo gjë në këtë dynjë do të duket e lehtë. Çdo që dalë para teje në këtë dynjë do duket shumë e lehtë, sepse ke Zotin i Gjësisë ai i cili të do. Dhe Allahu nuk i lën kur të dashurit e tij në këtë dynjë që të zgënjejnë apo në botën tjetër për dita më e rëndësishme. Tregohet se Daudi alayhis salam i lutet Allahut azza wa jalla dhe thotë: "O Zoti i madh, ma trego ta shikoj me sytë e mi këtë dynjë, peshoren që do të peshohen punët e robëve në botën tjetër." Se një ditë do të peshohen punët tona të nderuar. Nuk ka diskutim që një ditë do të peshohen punët tona. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. E kush e vepron një vepër të mirë sa grimca e atomit, nuk shikohet me sy. Aq e vogël është. Allahu do ta shpërblej atë. Nuk humb tek Allahu asgjë. E kush e bën një të keqe sa grimca e atomit, përsëri do ta shikoj atë. E Daudi alayhis salam pra i lutet Zotit Gjësisë: "O Zoti i madh, a mund të ta shikoj këtë dynjë madhësinë, madhështinë e peshorës ditë të gjykimit?" E kur Allahu azza wa jalla shfaq peshorën ditë të gjykimit, nga madhështia dhe madhësia e madhe që ishte, që vështira përfshi tokën dhe qiellin, i ra të fikët Daudit alayhis salam. Edhe pasi i mori veten, pasi erdhi veten: "O Zot, kush janë të njerëz që do ta mbushin punën e mirë të peshorës, si do ta mbushin, si do ta arrijnë? Si ka mundësi?"
Peshore madhe shumë. Allahu Azza wa Jalla për këtë arsye jep robët e tij disa sezone, disa momente shumë bukura që punët e mira shpërblehen dhe shufishohen që dalësh para Zotit të Gjithësisë dhe të shikosh me vërtet që peshoja punët e mira tua të anojshon. Këto janë ditët më të mira. Kjo është mundësi që jep Allahu Azza wa Jalla për gjithë ne vëllezër të nderuar. Nëse në vërtet keni shijuar diçka në muajin Ramazanit dhe jeni përmalluar për atë ndjesi dhe mirësi dhe gati të atyre ditëve, atëherë Zoti i Gjithësisë po jep një mundësi të dytë përsëri prap në këto 10 ditë të Dhulhijhes janë ditë madhështore dhe ditët më të mira, ku Allahu Azza wa Jalla e don për njeriu të robit, për robit të tij punën e mirë. Kështu që thonë dietarët, pse këto 10 ditë? Sepse në këto 10 ditë, pra nuk ka ditë tjera që mundet që muslimani t'i plotësojë të 5 shtyllat e Islamit. 5 shtyllat e Islamit, nuk ka ditë tjetër, nuk ka mundësi tjetër. Pse? Shahadetin e dim që t'jesh musliman duhet thush la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Çdo musliman pra ka detyrë, çdo kush që nuk e thot të fjalë nuk është musliman. Në momentin që ne themi të shnim, kjo bëhet çdo kohë. Shtylla e dytë është namazi. Namazi bëhet çdo kohë. Pra edhe 10 ditë të Dhulhijhes, edhe ditë të tjera. Kështu që ti ke mundësi që të 10 ditë namazin ta kesh kujdes. Se punët më të dashura tek Allahu Azza wa Jalla janë ata të cilët Zoti i Gjithësisë ka urdhëruar, ka obliguar. Pra farzet janë mbi të gjitha. Nuk afrohet thot Allahu Azza wa Jalla njeriu tek unë me punë që unë i dua më së shumti, aq sa që afrohet me ata të cilët unë ja kam obliguar. Ku janë namazet farz, kujdesen. Ti fal ato në shtëpi nëse s'ka mundësi në xhami. Kalendari, sot janë telefonat në përdor, kalendari, orari, në momenti ka mundësi xhami, i përgjigjem thirrjes së muezinit, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hajde namaz, hajde në shpëtim, hajde në gjithësi, hajde aty ku aty harrohet dynjaja, harrohet e dynjas, hajde ku aty qetësohet zemra dhe shpirti. Hajde na dën kurtimin vërtet afrohesh tek Allahu Azza wa Jalla. Këto 10 ditë janë shumë të rëndësishme për muslimanin që gjej qetësinë e zemrës dhe shpirtit, që të çlodhet nga bara e dynjas. Se kjo dynja rëndon shumë, plot, gjithë. Kushdo sido që tjetë gjendja ekonomike jotja, se nuk është çështja vetëm ekonomike këtë botë. Shpesh herë ajo të faqetëson zemrën dhe shpirtin nuk është ekonomia. Është rahatia e zemrës dhe shpirtit. Është rahatia jote, paqja jote me Zotin dhe me njerëzit. Ajo që qetëson në realitet më shumti. Besimi në Allahun Azza wa Jalla e namazi e kryen të punë. Edhe kjo për në të 10 ditë duhet me pas kujdes që jeni të rregullt. Agjërimi, profeti sallallahu alaihi wasallam, si thon dietar, e ka pas dashur se e ka pas agjëruar këtë ditë. Pra, 9 ditë, sepse dita 10 është dita e Kurban Bayramit. Dita për besimtarët, ata që kanë mundësi, ofrojnë kurban për Allahun Azza wa Jalla, dita më e madhe e gjithë vitit. Dita më madhështore e gjithë vitit. Pra, namazi u bë shtylla e dytë. E treta është zekati. Kush e ka dhënë zekatin? Që ka dhënë zakatin muajin e Ramazanit, atëherë jep sadaka. Sadaka në këto 10 ditë nuk kursen. Pse? Se shpërbimi tek Allahu Azza wa Jalla shumë kish. Pse? Se këto ditë i ka veçuar Allahu. Pse? Sepse Zoti e don punën në këto ditë. Dhe thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çdo ditë që gëdhijet njeriu, Allahu dërgon 2 melajke të cilët i lutën Zotit dhe thonë: O Zoti i Madh, jepi atij që jep. Jepi bereqet atij që jep për Allah. Dhe o Zot, ndaloje bereqetin dhe mos jep atij që shofras. Çdo ditë që gëdhin, çdo ditë lutën me lajket e Allahu Azza wa Jalla për ty. Sa herë që jep, o Zot, jepi ti, shpishoj atij. O Zot, jep bereqet këtij. Sa herë që ndalon dorën, sa herë që dëgosh shofras, o Zot, ndaloje bereqetin. Një gjë që mungon sot familjeve tona në përgjithësi, vëllezër të nderuar, është bereqeti i asaj të cilët ne posedojmë. Shumë familje mund të kenë njërsi, begati, mundësi ekonomike të mira, por nuk e shijojnë dot për shkak se ka ikur bereqeti. Nuk ka bereqet. Pra kanë sherrë, kanë probleme, kanë gjithë ato. Kjo për arsye se njeriu nuk shpenzon në rrugën e Allahut Azza wa Jalla. E ka dhënë zekatin, atëherë sadakaja. Kështu që e plotësove një shtyllë. Nëse nuk e dhënë, ke mundësi ta plotësosh dhe ta japish, të plotësosh shtyllën e tretë. Shtylla e katërt, agjërimi. Thash, profeti sallallahu alaihi wasallam i ka dashur të ditë që i ka agjëruar të ditë.
Edhe këta është punën e mirë dhe nuk ka punë më të mirë se sa agjërimi, kush agjeron një ditë për hir të Zotit madh. Vullnetare e largon Allahu 70 vite nga zjarri i xhenemit. Një ditë për hir të Zotit 70 vite larg. Kjo është mëshira e Allahut azza wa jall. Kjo është mëshira e Zotit e madhe për ne, o të nderuar. Dhe e fundit, e cila plotëson shtyllat e Islamit, që nuk mund të bëhet në asnjë kohë tjetër, është haxhi. Shtylla e pestë, e cila nuk mund të bëhet përveç se në muajin Dhulhixhe. Dhe në të ditë, pra dita është muaji i haxhit, në të është dita më madhore, dita e Kurban Bayramit, ku thuhet se në këtë ditë ka përfunduar Ibrahimi a.s. dhe Ismaili a.s. rindërtimin e Ka'bes. Shtëpisë më madhëshme, shtëpisë më të bukur vallën e vet. Kjo ka përfunduar kur? Ditën e Kurban Bayramit. E aty Allahu urdhëroi Ibrahimin a.s. që të rrasin njerëzit që t'i përgjigjen thirrjes së Zotit Gjësi që të vinë vizitë në shtëpinë Allahu dhe zërë, dhe i thotë Ibrahimi a.s. o Zot, po unë do të ras, do përtas, po zëri nuk shkon shumë larg. Allahu Zotje thotë, o Ibrahim, ti bëje detyrën tënde, se ne do ta çojmë zërin tënd. Kur është rindërtuar Ka'bja deri sot, çdo ditë, çdo vit pali, shtohen vizitorët e shtëpisë madhëshme të Allahut azza wa jall. E ka thënë Zoti Gjësi zërin e Ibrahimit në çdo cep të dynjas, në çdo cep botës, nuk ka vend që nuk e din, edhe nuk ka dëgjuar që duhet i përgjigjet Allahu azza wa jall. Kështu që në këto 10 ditë plotëson njeriu 5 shtylla të Islamit. Prandaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i drejtohet rrobë dhe unë po i drejtojmë ju të nderuar vëllezër. Jemi para ca ditëve të bukura, madhështore, ku Allahu e don shumë punën e mirë. Ktheuni tek Zoti i Gjësisë. Ktheuni tek Allahu azza wa jall. Pastroni zemrën dhe shpirtin. Bëhuni me të vërtetë besimtarë të mirë. Edhe besimtari i mirë kush është? Besimtari i mirë është ai i cili ka lidhje të ngushta me Zotin, ka lidhje të mira me Zotin dhe ka lidhje të mira me krijesat. Është i mirë me Allahun, e din detyrën që ka ndaj Zotit dhe detyrën që ka ndaj njerëzve. E nëse arrin me të vërtetë që do të ditë ti shfrytëzosh sikurse duhet, dije se në ditën kur dalish para Allahut azza wa jall dhe të japësh llogari, ajo peshore të cilën e ndëron çdo besimtar që të rëndojë peshorja punëve të mira, këto 10 ditë janë një arsye shumë e madhe që ti dalish para Allahut azza wa jall dhe fytyra jote të ndriçojë, të gëzohet dhe të përgëzojë Allahun me xhenetin e larta. O Zot, na bëj besimtarë të mirë. O Zot, na fal dhe na mëshiro. O Zot, na ruaj deri në udhëzo. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وعلى من اتبع هديه إلى يوم الدين. Falënderimet i takojnë Allahut azza wa jall, Zotit vërtet vetëm pa shok, paqja nga ti Allah qofshin profeti Muhammed alayhis salam. Njeriu më dashur tek Allahu azza wa jall, atë cilin e dërgoi Zoti i Gjësisë mëshirë për gjithë njerëzimin. Edukatorët dhe mësuesit më të mirë që ka parë këto, mi familjet i nderuar, shokët e tij besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndoqën në rrugën e profetit sa sem hapa sapi deri në momentin e fundit. Allahu azza wa jall vëzë nderuar është betuar për këto 10 ditë. Wal fajr wa layalin ashr. Pasha agimi dhe ditët. Të gjithë dietarët në përgjithësi thonë që këto janë ditët e Dhulhixhes. Është betu Allahu për të treguar mirësinë, begatinë, madhësinë e shpërblimit tek Allahu azza wa jall. Pra Zoti e don punën këto 10 ditë. Dhe ditët e Dhulhixhes tregohet se është një ditë kur Allahu ka folur me Musa alayhis salam. Zoti i Gjësisë ka folur Musa alayhis salam. Pasi agjëroi 30 ditë Musa alayhis salam dhe shkoi në Turi Sina që të flisë me Allahun azza wa jall, e prishi agjërimin e tij për shkak se do takohesh me Zotin e Gjësisë, do të bisedonte me Allahun azza wa jall. E Allahu azza wa jall e pyet dhe thotë: "O Musa, pse do të prish agjërimin?" Tha: "O Zot, do takohesh me ty dhe hera e gojës do të ditë pranë herë të mirë." Thotë: "A nuk e di o Musa se hera e gojës së Jerusalemit është më e dashur se sa era e Misut?" Ktheu dhe agjëroi edhe 10 ditë tjera. Pastaj o plotsu thotë Allahu azza wa jall 40, e plotësoi 40 ditë dhe aty tregohet pra që është dita që ka folur Allahu te Musa dhe ka zbritur Teurati. I ka zbritur Musa alayhis salam. Në ditët e Dhulhixhes, pra ditë madhështore të zgjedhura,
afroni pak vëllezër nderuar, ka vend rregulloni vendet që mos rrim vëllezër në kamerë. Këto janë pra ditë të cilat i ka zgjedhur Allahu Azza për të treguar vlerën e këtyre ditëve për të afruar besimtarin. E atëherë një musliman i mirë, që të mos e zgjas, si duhet i presi këtë ditë? Kush është i përmalluar për punë të mira? Kush është i përmalluar që Zoti t'i qetësojë zemrën dhe shpirtin? Atëherë, hapi i parë, çështja që Zoti ka urdhëruar dhe ka obliguar. Hapi i dytë, çështja e familje, me prindin. Shko kërkoj halale nëse ke ngritë zërin, nëse ke bërë diçka. Shko ulë tek prindrit. Nuk ka gjë më të madhe, nuk ka mirësi më të madhe se sa prindi. Që t'jetë i kënaqur me ty. Kërkoj edhe kje qëllim në jetën tënde dashurinë dhe kënaqësinë e prindit, se pasha Zotin i njësisë aty është mirësia dhe begatia e kësaj dynjaje dhe kënaqësia e Allahut në botën tjetër. E këto 10 ditë janë 10 ditë të mira, shumë favor që ti të shkosh dhe të rregullosh punën e familjes tënde, me prindit e tuaj. Nëse ke diçka që e ke prishur me radhë. Shko nuk ka ditë më të mira që shpërbleje puna tek Allahu Azza wa Jall. Ky është hapi i parë, ky është hapi më i mirë, rruga më e mirë. Ky është në vërtet kthim tek Zoti i gjithësisë. Ky është ajo të cilët e besojnë në shpërbimin e Allahut Azza wa Jall. Gjëja e parë, kënaqësia e prindit. Kënaqje prindit. Si të kënaqet se thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kënaqësia e Zotit madh është te kënaqësia e prindit. Është prindi kënaq me ty, Allahu është kënaq me ty. Është prindi i zemruar me ty. Ti kujdes të takosh Allahun Azza wa Jall dhe prindit e të zemruar me ty. Nëse Allahu zot na fali xhanate, gabimet tona mos i tona. E dyta, me familjen, bashortin me bashorten, të dy parë të rregullojnë marrëdhënien me njëri tjetrin. Ti le çështjet e dynjas, mos merren me gjëra të vogla, mos e prishin harmoninë familjare për gjëra të cilat nuk kanë vlerë. Para harmonisë familjare asgjë nuk ka vlerë. As pasuria, as pushtetja, asgjë. Nëse nuk ka harmoni familja, çdo gjë tjetër nuk ka vlerë, o të nderuar. Prandaj Zoti i Gjithësisë ka dhënë rëndësi familjes. Prandaj familja është burimi kryesor i çdo të mire. Dhe Allahu na ruaj nga çdo keqje. Nëse i familja kupton bazat, mbahet dhe këto 10 ditë janë 10 ditët më të mira, ku njeriu mund të afrohet tek Allahu, kur zemra mund të zbutet, ku njeriu bëhet në vërtet fetar. Unë e përdor shpesh këtë çështje fetar. Ne jemi muslimanë. Shumica popullit tonë janë muslimanë, por janë pak ata cilët janë fetar. Ne falemi, po janë pak ata cilët dinë se çfarë është falen. Ne lutemi Zotit, po janë pak ata cilët e kuptojnë lutjen dhe Zotit i Gjithësisë. Ta kuptosh me të vërtetë dhe ti je fetar, me të vërtetë do të rezatoj në jetën e përditshme mësimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një musliman, një fetar i mirë do është si profeti sallallahu alaihi wasallam. Kur'anin jam shalenar. Mësimet e Kur'anit që ecin tokë. Këto 10 ditë të bukura, ku Zoti i Gjithësisë i ka veçuar nga ditë të tjera, janë mundësi e madhe për të rregulluar marrëdhëniet bashkëtorë. Familja. Shumë domosdoshme edhe një herë përsëris, o vëllezër të nderuar, o motër të nderuar, nuk ka vlerë asgjë në këtë dynjë nëse nuk ka harmoni familje. Nëse nuk ka harmoni mes burrit dhe gruas, bashortit dhe bashortes, nëse nuk ka në vërtetë dashuri me njëri tjetrin, asgjë nuk ka vlerë. Se kjo do ndikojë tek fëmijët, kjo do ndikojë në shoqëri, kjo do ndikojë çdo gjë. Kështu që kjo është një nga detallëtitë që janë mundësitë e mira, sepse Zoti i don punën e mirë dhe shpërblen dhe shërbishon shumë. Me fëmijët e juaj. Të mos e prishni familjen tonë, traditat tona, ulim familjen tona, bisedojmë me fëmijët, ulim e diskutojmë, ti dëgjojmë hallet e tyre, ti japim zgjidhje hallet e tyre. Mos lodhemi me dëgjimin e hallëve të fëmijëve tonë, apo edhe të suksesit të fëmijëve tonë. Mos e gjini zgjidhje jepin e telefonit. Jepi telefon dorë se i lodhur nga puna dhe fëmia vazhdon aty, apo jep një tablet apo e bën para televizorit dhe shikon hallet tuaja. Nuk është kjo zgjidhje. Familja ka nevojë ty të bisedoj, ta dëgjosh hallin. Ti ja vështirë ose sikurse ta dëgjosh suksesin e fëmijës. Fëmia ka dëshirë të di babai i tij, nëna e tij se çfarë ka arritur. Ka shumë dëshirë të dëgjojë fëmia, pra fëmia dëshiron që të dëgjohet nga prindërit. Të mos e zëjë vendin mjetet e komunikimit. Sot janë mjetet që kemi shumë të mëdha, shumë të avancuar, por vetëm komunikim nuk ka. Është çuditshme, subhanallahu, që duhet të ishte më shumë komunikimi, sot ai telefoni që ka afruar të largët dhe ka larguar të afërmit. Këtë ka bërë. Një komunikim që ka bërë. Në të largët tip merrin vesh telefon, flasin, kënaqemi, me ato që kemi në shtëpi. Ja tha mirë një vëlla musliman, se nuk duhet ta zgjas vëllezër ndërruar, vallai nuk duhet ta zgjas. Po kjo është mundësia që ne jemi që takohemi një herë në javë. Dhe lutë Allahun që ndalë të fjalë nga zemra. E tha shumë mirë. Falenderoj Zotin që i ka dritat i natës, që njohta familjarët e familjes. Që di se që njohta me vërtet.
se s'kishe më qatë meresha dhe fillumi se dojmë njëri tjetër. Kjo është kishalje. Duhet presim që mos ketë dridhe, mos kemi internet, mos kemi telefon që vlerin vesh me familjarë tonë. Ja, kjo nuk është drejtë. Këto 10 ditë janë 10 ditë kthimit tek Allahu Azza wa reflektimi, rregullimit marrëdhëniet me Zotin e Gjësisë dhe marrëdhëniet me Allahun Azza wa. Sepse e don Allahu punën këtë ditë. E vlerëson Allahu punën e mirë këtë ditë. E shpërblen dhe shërbishon shpërblimin Allahu punën e mirë këtë ditë. Kush e dëshiron me të vërtetë në zemër që do të jetë njeriu i mirë, kusht Allahu tjetër për tyre, ai mundohet të shfrytëzojë këto mundësi të arta që i jep Zoti i Gjësisë her pas here njerëzve. Mëshira Allahu dhe në njeriu në çdo moment. Mëshira Allahu në njeriu në çdo moment. Pa diskutim, se sikur Allahu t'i marrë njerëzit në gabimet që bëjnë, që thotë Zoti i Gjësisë në Kur'an, se sikur t'i merrte Allahu përgjegjësi njerëzit në gabimet që bëjnë, nuk do të lejonte asnjë gjallësë të vinte mbi faqen e Allahut. Por Allahu në mëshirën e Tij na jep mundësinë që të jetojmë. Dhe në mëshirën e Tij do ta lëmë para Zotit dhe në mëshirën e Tij do ta fitojmë xhenetin e Allahut që as pak me punën tona, por besimtari nuk akuzon me të. Por thot po, mëshira e Allahut është shumë e madhe, materialisht shfrytëzoi këto mundësi të arta që i jep Zoti i Gjësisë, e këto janë 10 ditë. Në këto 10 ditë është ne do të flasim inshallah xhuman e vjet për punën e ditës së Arafatit, do të flasim inshallah dhe për madhështinë e Kurban Bayramit. Elus Allahu xhalla xali. Elus Allahu na mëshiroj. Elus Allahu të gjithë në rrugën e drejtë na udhëzoj. O Zot, jep mirësi familjes tona. O Zot i Gjësisë na udhëzon ne, udhëzoj bashkëshortet tona, udhëzoj fëmijët tonë. O Zot i Gjësisë na udhëzon tek e vërteta, tek e drejta, na zbrit qetësi, mirësi, harmoni, begati familjes tona. Ti je Zoti i vërtet, nuk ka zot tjetër veç Teje. O Zot, na qetëso zemrat tona. Na qetëso shpirtat tona, na ndriço zemrat tona, fytyrat tona. O Zot, na udhëzo tek e vërteta, tek e mira. O Zot i Gjësisë, lutemi Ty. Të gjithë ta bashkohet tonë të vend ta bashkohen në xhenetet e larta profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O Zot, të lutemi që të mos dalë asnjë nga kjo shtëpi, përveç se e ke falur, përveç se e ke mëshiruar, përveç se e ke përgëzuar me xhenetet e larta, përveç se e ke larguar çdo hall, çdo brend, çdo stres sa dunia. O Zot i Gjësisë, të lutemi Ty pranoj lutjet tona. Mos na refuzon lutjet tona për shkak të gabimeve dhe gjërave tona. Ti e falës mëshirues, ne jemi gabimtar gjinaqar. Mëshira jote ka kaluar çdo gjë. O Zot, në mëshirën Tande na bën banorë të xhenetit të Firdaus. O Zot, na fal dhe na mëshiro. Dhe së fundmi, disa vëllezër kanë marrë një nismë dhe mes të tyre është një vllai musliman, kanë marrë një nismë për një projekt liq për fëmijët nga mosha 0 deri në 18 vjeç, për sëmundje të cilat nuk përballohen ose nuk kurohen në vendin tonë. Të bëhet një projekt liq që ato t'i marrë shteti përsipër, që të shkojnë të kurohen në vendet që kanë mundësi. E kështu që kërkohet në ne kush dëshiron të hedhë firmën që të bëhet pjesë e këtij projekti, që ndihmojmë sadopak se çështja e shëndetit është çështje madhore. Dhe nëse lutem Allahun në këtë moment që shëroj çdo sëmur, o Zot, që si shëroj sëmurtat dhe kthehet të pranë familjeve, shëndoshë mirë. Kështu që kush ka mundësi, le të marrë pjesë dhe hedhë firmën çka duhet, është vllai jonë që do të jetë derë. Zoti ju nderoj dhe don sukses. Lutem Allahun na falë dhe na mëshiroj. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.